Sot ne do të zgjerojmë bashkëpunimin ton të komunitetit futbollit për sigurimin e fëmijëve, futbollistëve, vajza dhe djem që luajnë në shoqatën e Tiranës. Kjo nuk do të jetë një kontratë detyruese për fëmijët, por një opsion për të zgjedhur. Çdo fëmijë që luan futboll do të jetë i siguruar në paketën që ofron Sigali, e cila është një paketë gjys sponsorizuar dhe gjys e paguar, gjithashtu dhe për të bërë analizat e domosdoshme, kontrollin e domosdoshëm mjekësor të rekomanduar sipas kësaj marrëveshje. Vendimi jonë është që ne të njëjtën marrëveshje që do të nënshkruajmë sot për shoqatën e Tiranës ta bëjmë për gjithë shoqatat e tjera rajonale për futbollin amator në Shqipëri, për të realizuar objektivin tonë që të krijojmë kushte sa më të mira fëmijëve që luajnë futboll. Unë jam sot i nderuar që jam këtu me ju dhe në veçanti që në bashkëpunimin me presidentin Duka, që ka qenë gjithmonë iniciator i mbështetjes së gjërave të rëndësishme për futbollin. Ai do thoja që është një nga njerëzit më aktiv, më inovator dhe më mbështetës për atë që ka marrë përsipër. Dhe kjo më ka bërë që edhe unë të jem afër dhe të bashkëpunoj shumë ngushtë për të pa dhe për të ndjekë projektet që janë domosdoshme. Kështu që unë të gjithë ata që u marrin me këtë projekt, i falenderoj gjithë trajnerët e futbollit. Mendoj që është një iniciativë e rëndësishme që duhet mbështetë dhe duhet shtërrit ndoshta në gjithë Shqipërinë, por është një kujdes shumë i veçantë, shumë i mirë dhe shumë dinjitoz për gjithë fëmijët e Tiranës dhe gjithë Shqipërisë që të futen në këtë skemë dhe të jenë të vetë kujdesur për veten e tyre. Edhe herë president Duka të falenderoj ju dhe gjithë ata që u marrin me këtë projekt, dhe gjithë trajnerët, gjithë stafin edhe të Sigalit që bijuan dhe realizuan në ato masa që ne dim dhe gjithë klinikat që u marrin me këtë punë për ta bërë sa më mirë dhe për të qenë sa më besnik atij brezit që ne po rrisim. Kur e nisëm të projekt përpara 3 vjetësh, pati shumë skepticizëm fillim, pati ndoshta edhe mosbesim. Por ajo që vu më re në këtë mes, pasi na u dha udhëzimi nga drejtuesi i federatës që 2 momente duheshin pasur parasysh. Kostot duhet të jenë të ulta për fëmijët dhe prindërit, dhe e dyta, të mos detyrojmë askënd të shkojë në një vend të përcaktuar, pra të bëhet sa më e hapur. Unë duhet të falenderoj gjithë bashkëpunëtorët e shoqatës rajonale të futbollit, të cilët e kuptuan këtë. Duhet të falenderoj prindërit, të cilët janë takuar në pjesën më të madhe dhe ju shpjeguar se çfarë po realizohet. Dhe ata sot janë koshient për këtë projekt shumë suksesshëm në zhvillimin e futbollit të fëmijëve. Unë uroj që ne këtë ta vazhdojmë dhe më tej në kuadrin e atij projekti, të cilin ne kemi nisur përpara 3 vjetësh, jepin hapa të mirë, por në bashkëpunim të gjithëve bashk, unë mendoj që duhet të vazhdojmë pa e kthyer kokën mbrapa dhe të mos rrim të mendojmë se çfarë kemi bërë apo çfarë jemi duke bërë, por çfarë do të bëjmë në të ardhmen. Shembullin e kemi te kjo godin ku jemi këtu, e cila sot është qeverinë vete. Ju faleminderit.